Ish ministri i infrastrukturës në qeverinë Kurti 2 Libuan Aliu raportohet se do të emërohet në postin e drejtorit të portit të Durrësit në Shqipëri. Kështu raporton VNA.al bazuar në burime derisa bën të ditur se Aliu është emëruar drejtor me vendim të ministres së infrastrukturës dhe energjisë në qeverinë në Shqipërisë, Belinda Balluku. Libuan Aliu dha dorëheqjen më 27 gusht të këtij viti nga posti i ministrit vetëm një ditë pasi Dimal Basha u zgjodh kryetari i parlamentit. Në një postim gjatë verës, Aliu theksoi se zgjedhja e Bashas ishte arsyeja kryesore e dorëheqjes së tij. Prokurori i Departamentit të Përgjithshëm në Prokurorinë Themelore të Prizrenit, Beq Shala, është arrestuar në vendin e tij të punës mëngjesin e së hënës në një aksion të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës. Arrestimi i tij është bërë bazuar në një video incizim, të cilin e ka siguruar betimi për drejtësi në të njëjtën kohë. Ky video incizim është planuar edhe nga kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu, dhe më pas janë zhvilluar hetimet nga PSRK-ja. Kjo provë ngriti dyshime për kryerjen e veprës penale marrje rishfeti nga prokurori Shala. Bazuar në video incizimin e siguruar nga betimi për drejtësi, prokurori Shala është takuar me një avokate që dyshohet të jetë Drenush Berisha. Takimi i tyre është zhvilluar më 25 gusht 2022 në veturën e Shalës. Avokatja Berisha në këtë takim dyshohet se i jep rishfet Shalës 350 euro për të mos parashitur kërkesë për caktim të masës së paraburgimit pas ndalimit të klientit të saj për 48 orë. Avokatja Berisha: "Mirë bre, mirë, a u lodhe ti, çush po kalon?" Prokurori Shala: "Që ja lëshove vendimin atij të lirohet me njëherë." Avokatja Berisha: "Po, se me thirrjen e familjarëve mo tha u kry se e kishte marrë atë djalin në sabah, se unë kur të thirra atëherë, se kur të shkruajta faktikisht vetë sa shkova në punë, tani e kishin marrë, kanë masdite, prokuror, unë nuk e dita që qështu, po të kallëzoj realisht unë ja mora aty në dje, që shumë mor vesh, vetë 700 ja u ka marrë, që ku i kam paret, mi kanë plusot, se a e din që shke puna nuk është që më ka ndodhur në herë kështu që hera e parë dhe nuk Prokurori Shala: "Këshyre unë." Avokatja Berisha: "Jo, unë që ku i ka marrë 700, prokurori Shala, njerëzit bajnë." Avokatja Berisha: "O, e diti prokuror, unë ndoshta edhe jo me re, dhe nuk është që më ka rënë në shqetësi situata tash jena." Prokurori Shala: "Këshyre, inshallah, qirak le të bahet asum s'ka masi, a e din kur mas nja 5 vitesh që i pata Beq, jo mas një viti. Më kanë thënë Beqa, e din Beq Shala që njerëzit janë të marrë para në emër tanin. Kanë marrë, nuk kuptohet, hej, s'po thom halal, po kanë marrë, apo kupton, kanë marrë gjinja, ma kanë gjitë në dorë, kam thënë apo e sheh, fola e dim në ato, hin zyre qel derë, thot që po e sheh, a më pave e qela i fola, se s'po e komplikojmë." Këto deklarimet citohen në bisedën e siguruar nga betimi për drejtësi. Tutje, avokatja Berisha numëron paratë nga shuma prej 700 eurosh, gjysmën e tyre ja jep prokurorit. Prokurori Shala: "Merre ti pjesën tande, nuk kuptohet." Avokatja Berisha: "Që e prokuror?" Prokurori Shala: Ja. Avokatja Berisha: "Jo, unë ti e din." Prokurori Shala: "Merri." Avokatja Berisha: "Jo prokuror, që e 700." Prokurori Shala: "Merri moj." Avokatja Berisha: "Hiç s'është problem." Prokurori Shala: "Merri, pash zotin, nuk kuptohet." I numërojnë paratë. Avokatja Berisha 200, prokurori Shala: "Sa i ke?" Avokatja Berisha 200, prokurori Shala 250, "Sa the?" Avokatja Berisha 700, "Unë ja kam marrë deri në fund të procedurës." Prokurori Shala: "Aha, këtu ke 200, 350, hajri koft, inshallah ja shohim hajrin." Betimi për drejtësi ka kontaktuar edhe avokaten Berisha, por ajo ka mohuar të jetë në video incizim. "Besoj që e keni thirrë personin e gabuar, nuk kam kurfar njohuri", e ka thënë avokatja Berisha. Mirë, po në video incizimin e siguruar shihet bashkëshorti i të njëjtës. Andej u pyet rreth pranisë së tij, ajo është shprehur "kaloni mirë zonjë" dhe e ndal telefonin, ndërsa deri në publikimin e lajmit betimi për drejtësi nuk e ka arritur të kontaktojë me këtë shtetas.